aktualisht sot, unë e them të nga pikëvështrimi polak, koronavirorët janë në Evropë. Janë 10-12.000 trupa të ushtrisë së rregullt koronavirore dhe mbi 100 general që sot ndodhen në Kursk dhe në Donetsk, në Ukrainë. Po nëse do të shikojmë në hartë, në mapet të tjerë, distancën midis kufijve është diku te 5 orë, nëse ta marrim. Ose le të themi 600 kilometra. Qartë. Pra koronavirorët janë brenda sot në Evropë, janë 600 kilometra nga kufiri i Bashkimit Evropian ose kufiri i NATO-s. Pra kjo tregon një kalim të madh midis polit lindor, që ne e quajmë, ose linjës së largme, ku Korea e Veriut ne mësuar ta shikojmë të izoluar, me testet bërthamore dhe me sanksionet e SBA-s, tani ata janë brenda në Evropë. Janë pak a shumë në dyert të Evropës, nëse Ukraina nesër do të kolapsohet, siç gjëra duket se po shkojnë në këtë pikë. Koronavirorët nuk do të ndalonte gjë që të shtyheshin më para, të vazhdonin të shkonin nesër patrullat koronavirore në kufirin polak. Nuk do të ishte një gjë e çuditshme që do të ndodhte. Qartë. Në këtë aspekt, një nga pikat e tjera më fort interesante ka qenë fakti dhe një shtimit të prezencës së Kinës, jo vetëm në Korenë e Veriut, në Parat, ku Kina mori pjesë në një delegacion njëkohësisht të madh, kryesisht politik, ku ka qenë fakti i gjatë takimit të Komonwealthit të vendet të pavarura në Tagjikistan, është hedhur ideja e mbërthur sidomos nga presidenti bielorus, që organizata e Bashkimit të Shangajit, zyrtarisht një krijim i politikës kineze, një brez, një rrugë, i cili synon të lidh gjithë rrugën e Mëndafshit së bashku, të hapi tregjet, mënyrat e komunikimit, transport, turse të tjerë, të bëhet pjesë si observator në komunitetin e vendeve të pavarura. Gjë që do ta shtonte prezencën kineze, këto vende sidomos Tagjikistani, Kirgizstani, Turkmenistani, vendet jo shumë në pozita ekonomike, në si Kazakstani ose Uzbekistani, sot po përballen me shtim të madh të prezencës së Kinës, ekonomikisht nëpërmjet investimeve që Kina bën, nëpërmjet kredive që Kina jep, granteve që Kina jep, mënyra bursave që Kina jep. Pra le të themi, të pranojmë faktin që Kina është një faktor masiv i cili tekalon shumicën për këtyre vendeve. Ata sot kanë ardhur të tekalojnë Rusinë, ne dominojnë tregjet ruse. Nuk besoj që Azia Qendrore ka një mundësi shumë të madhe rezistencë kundrejt tyre. Si ne të gjithë e dimë që potenciali kinez është i pamposhtë në një farë mënyre. Me industrinë gjigante që Kina ka, facilitetet që Kina ka, produktivitetin që Kina ka. Pasi ajo është GDP-ja më e madhe në botë sot. Pavarësisht se SBA-ja mbahet me madhja në prodhim ata më të mëdhenj. Pra, njëkohësisht kjo është diçka që duhet parë edhe me interes të Korea e Veriut. Korea e Veriut ka qenë për një kohë shumë të gjatë të dominuar nga Kina. Që pas rrjedhës së Bashkimit Sovjetik deri në 2021-shin, ata ka qenë përgjithsisht të dominuar tërësisht nga tregu kinez. Dhe sot nëse shikosh shumë produkte që ata konsumojnë moderne ose të kohëve të fundit, janë kineze, nuk janë të huaja, nuk janë evropiane, nuk janë koreane jugore sigurisht ose amerikane ose gjatë këtij lloji. Prej 2021-shit deri tani Rusia ka krijuar një pozitë shumë të fortë strategjike. Nëse deri në 2021-shin 98-97% e tregut koronavirus ka qenë dominuar tërësisht nga Kina, pas fillimit të konfliktit sidomos në Ukrainë, po shikohet një bjerje e pozitës kineze dhe një rritje e prezencës ruse. Aktualisht sot Rusia ka kapur mbi 10% tregjeve të Koreas së Veriut, nëpërmjet produkteve të bulmetit, nëpërmjet trithrave, nëpërmjet produkteve agrikulturore të ndryshme, mund të quajmë. Me sigurisht prej valutës së madhe të huaj që Rusia po fut duke blerë raketat, sistemet raketore, armët koronavirore dhe duke paguar për ushtar. Pas ushtar nuk po vjen falas për të luftuar për vendim të Rusisë në Ukrainë. Ne duhet të kuptohet kjo gjë. Nuk është asgjë e dhënë për shkak të solidaritetit midis dy vendeve. Rusia po paguan për ta. Ne po paguan edhe në gjeth, po paguan edhe në valutë, po paguan edhe në materiale. Pra kjo është edhe një kërcënim, siç e thatë edhe juve, për mund ta quajmë miqësinë ruso-kineze ose aleancë, më saktë, pasi të gjithë e dinë që Kina nuk ka miq, ka vetëm partner ose aleat. Dhe kjo gjë, nëse tani duket akoma stabil,
duhet të shikohet kur të përfundoj konflikti në Ukrainë, se si do të vijojnë më tej gjërat. Pas përfundimit si do që tjetë rezultati i konfliktit, ka për të pasur sigurisht në një shpërthim nga ana e Rusisë i të kësaj furie të ekspansionit kinez ekonomik drejt Rusisë, drejt Azisë Qendrore, drejt aleatëve të tjerë siç janë Vietnami, Korea e Veriut e të tjerë. Të cilat Rusia ka shpërfaqur aktualisht. Në shumë pak kënaqësi që kanë dalë së fundi nga politikanët dhe nga publiku. Duhet kalojmë edhe te pika tjetër. Duhet kalojmë edhe te pika tjetër, se u zgjatëm pak si shumë. Po. Për të ngelur te Rusia dhe për të parë pak, po them, marrëdhënien me Afganistanin. Rusia është i vetmi shtet që e njeh Afganistanin, regjimin e talibanëve atje. Dhe ka zhvilluar në takimin e parë zyrtar pas njohjes tyre de facto dhe heqja e talibanëve nga lista e organizatave terroriste. Ishte ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, që po themi ka lavdruar talibanët për stabilitet dhe ka ftuar për bashkëpunim mes Afganistanit edhe Rusisë. Si mund ta lexojmë këtë marrëdhënie të Rusisë me Afganistanin? Atëherë, gjatë zhvillimit të samiteve në Dushanbe të Tadzhikistanit, vetëm festimeve në Penjan të Koreas së Veriut, në mos u zhvilluar dhe një samit shumë i rëndësishëm, më saktë platforma e diskutimit të Moskës, quhet, nuk u quhet samit, po mund të quhet takimi i parë zyrtar midis Ministrisë së Punëve të Jashtme të Federatës Ruse, zyrtarëve shtetëror rus, edhe delegacionit zyrtar shtetëror të Afganistanit ose regjimit të ri të Emiratit Islamik të Afganistanit, të drejtuar prej talibanëve si shetin. Rusia është vendi i parë evropian dhe perëndimor që ka njohur regjimin e ri të talibanëve ose qeverinë e re talibane. Ata janë hequr nga lista gjatë kësaj vere. Në Korikë ata janë hequr zyrtarisht nga listat e organizatave terroriste dhe janë vendosur marrëdhënie normale diplomatike. Janë pranuar kredencialet e ambasadorit dhe aktualisht ata kanë marrëdhënie normale diplomatike në kuadër të plotë të hapur të ambasadave, konsulve, kontakteve të tjerë. Rusia është vendi vetëm evropian perëndimor që ka njohur, ose ka të vende të tjera, është Republika Popullore e Kinës, Turkmenistani, Tadzhikistani, po vende të vogla le të themi. Veç Kinës, sigurisht. Vende të vogla rajonale kryesisht që e ka njohur. Takimi ka pasur rëndësi të veçantë për shkak të faktit se Afganistani është aktualisht duke kaluar në procesin e stabilizimit të pushtetit të tyre, të normalizimit të situatës shtetërore dhe të projekte të mëdha ekonomike që ata kanë për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për zhvillimin e një lloji të ri të shtetit bazuar në eksperiencën ruse, bazuar në eksperiencën e Turkmenistanit, bazuar në eksperiencën kineze, ose në atë të Iranit, le të thënë, duke që ata janë dhe radikal të religionit, nëse mund t'i quajmë kështu. Kjo bazohet në faktin se Rusia, Kina, Turkmenistani, Tadzhikistani kanë refuzuar normat e shumta të vendeve perëndimore, le të quajmë demokracia, barazia para ligjit, feminizmi, revolucioni seksuale dhe të tjerë. Shumë gjëra nga këto ose po refuzohen ose kanë dështuar në këto vende. Pra nuk mund të bëhet fjalë për një demokraci të tipit perëndimor ose një regjim të tipit perëndimor të Tadzhikistanit ose Turkmenistan. Është diçka totalisht jashtë norme. Nëse ata mund të krahasohen me një regjim sovjetik të përzgjedhur me autoritarizmin e historisë së tyre. Pasi këto kanë qenë kryesisht sultanate, kaganate të tjerë që kanë qenë vende të absolutizmit. Njëjta gjë ka qenë me Afganistanin. Ndoshta ata kanë pas periudha si Shqipëria në vitet 20-30 me ca reforma të bëra nga mbretërit e tyre. Asojë po që nuk mbjatuan gjë. Kjo marrëdhënie tregon edhe ekspansionin e Rusisë drejt tjerë rajonit në një platformë tjetër, jo nëpërmjet armëve më, por nëpërmjet diplomacisë, nëpërmjet ekonomisë, kulturës, suportit. Rusia ka një të veçantë në mendimin tim. Pasi diskutohet shumë si ka mundësi që vetëm Rusia ja del me këto vende, flasim si Turkmenistani, Afganistani, Korea e Veriut. Rusët sot i bazojnë një politike shumë realpolitik, siç thoshte Bismarck një herë në kohë, e cila bazohet kryesisht
në krijimin e raporteve, marrëdhënieve vetëm në kuadër të reciprocitetit të benefiteve me kundër njëri tjetrit. Pra, nëse Korea e Veriut do na ndihmon, ne do t'i japim diçka, ta teknologji, ushqime, suport, grua e të tjerë. Nëse Tagjikistani na ndihmon në këtë, ne do të arrijmë të dishkojmë një bazë ushtarake, do të arrijmë të mbajmë prezencën tonë në kulturë, në gjuhë, në arsye të tjera. Nëse Kirgizstani e të tjerë e bëjnë, ne do t'u japim diçka, po do të marrim diçka sigurisht. Në këtë rast, në Afganistanin është lufta kundër terrorizmit islamik, shtetit islamik që ka qenë në rasti i shtetit ose masakrës së Korkusit para një viti, që u godit një qendër e madhe tregtare e Moskës. Ata ishin tagjik që e bën, por me lidhje të forta me grupet radikale islamike, që sigurisht lidhen me Afganistanin, pasi ata janë një popull. Lidhet me atë që tashmë parë me drograt dhe me opiumin, që Afganistani ishin nga prodhuesit më të mëdhenj. Ata janë, me qëra fjala, ata janë pers, kam përshtypjen, edhe tagjikët edhe afganë. Tagjikistani, Afganistani dhe Irani janë të gjithë pers. Janë pers, po. Tagjikët janë më evropianët prej tyre, pasi Bashkimi Sovjetik, influenca ruse. Qartë. Ata janë të lidhur shumë me Evropën, po me mentalitet janë shumë ndryshe. Qartë. Edhe nga që janë shumë ateist në Tagjikistan, pasi vetë shteti ata ka një regjim pak a shumë komunist, po pa letra, që i thonë. Qartë, po. I tyre ka ndaluar islamin, mësimin e gjishkaje, ka mbyllur xhamit, e ka vënë me burg për mbajtjen e mjekrës e gjëra të tjera. Pra është një regjim sovjetik pak a shumë, vetëm më i hap. Ndërsa në Afganistan është e kundërta. Po, për të mbajtur dhe kontrollin sigurisht, Rusia nuk kërkon që një vend islamist radikal të zgjohet dhe të mund të influencojë ç'bëri në Tagjikistan gjatë periudhës viteve 90, dhe më pas të vrapet në Kirgizstan të tjerë, pasi Rusia ka një majoritet të madh të punëtorëve të besimit islam, diku te 10 milion prej tyre janë islamik, nga 11.5-6 milion. Pra, nëse ata impaktojnë e bëhen, shumë gjë mund të ndodhë, nëse Rusia është vetë multifetare, si po. Pasi ka diku te 40 milion, një gjë e tillë musliman të saj brenda. Por kjo shikohet edhe një farë mënyre për të testuar edhe ose për të treguar fitoren e tyre kundrejt amerikanëve, të cilët pas 20 vitesh luftë në Afganistan, pothuajse 20 vitesh, ushtimit e të tjerë, humbën një pjesë të madhe të arsenit të tyre. Në që ka bërë përshtypje ka qenë deklarata e fundit të presidentit Trump për kërkimin e bazës së madhe ushtarake ajrore në Afganistan, për ta marrë mbrapsht, që është refuzuar krejtësisht nga autoritetet palestinese, kërkëndjes, nga autoritetet e Afganistanit, është refuzuar krejtësisht. Njëkohësisht Rusia, Kina, Pakistani dhe India kanë shprehur një përgjigje të fortë negative kundër kësaj, dhe janë krejtësisht kundër një rishfaqje të ushtrisë amerikane në këtë territor. Pasi deri tani duket gjëja stabilizuar, ka zgjedhur një lloj stabiliteti në vend, talibanët me dorë të hekur. Qartë. Me ato të tyre që mund ta quajmë radikalizmin e religionit, kanë ta normalizojnë situatën, të vendosin kontrollin, funksionimin normal të shtetit. Deri tani gjëja duket stabil për regjimin e tyre, po edhe për vendin. Duket se diçka po ndryshon, po fillon të zhvillohet ndosë një mënyrë që shumë ta gjykojnë sipas perceptimit të tyre. Qartë. Kjo tregon edhe ose kjo mund të provohet dhe si fitore e Rusisë kundrejt Amerikës. Pra, amerikanët u thyen pas 20 vitesh, kur fuqia më e madhe pati një Vietnam të dytë, ata u larguan. Por ne po hymë, ne Kina të tjerë po hymë sërish me siç kemi bërë gjithmonë. Pasi që Rusia ishte një nga Bashkimi Sovjetik, më saktë. Ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të ushtrisë afgane para revolucionit të 79-s, pas revolucionit të 79-s. Qartë. Mirë, për të kaluar edhe në një pjesë të fundit, por shumë të rëndësishme që ka të bëjë me frontin e luftës në Ukrainë, ka avancime të Rusisë në lindje të Ukrainës dhe Vladimir Putin po përpiqet që të mbajë kanalet komunikimit hapura drejt për së drejti me presidentin Donald Trump, duke u përpjekur që të anashkalojë, po themi, Brukselin edhe qendra të tjera, po themi, të negocimit. Po kërkon, si thua, drejt për drejt komunikim, po nuk duket se Trumpi është kësaj here i gatshëm që t'i ofrojë këtë lloj komunikimi. Si duket situata shkurtimisht në Ukrainë? Atëherë, në Ukrainë
pavarësisht bombardimeve të ushtrisë ukrainase, se sulmit të rafinerive që ata i kanë bërë shumë depove rafinerive ose qendrave të prodhimeve të naftës e të gazit rus në Federat, Rusia ka pasur një avancim shumë të madh me disa vembarime kyçe ose avamposte të fituara gjatë kësaj jave, një thyrje të madhe të frontit në anën lindore dhe bombardime shumë të mëdha që ata kanë zhvilluar në anën e infrastrukturës të telekomunikacionit dhe transportit të armëve, makinave të tjerë, të mos atyre kurorore, duke treguar edhe një herë që pavarësisht sanksioneve, pavarësisht presionit që po rritet gjithmonë më shumë kundrejt Rusisë, tarifave të larta, përqindjes së madhe të inflacionit, ata po vazhdojnë të përparojnë. Në një farë mënyrë, anë tjetër ata po vazhdojnë të përparojnë dhe nuk po fyen. Gjitha ato që duket sikur ata do ngatësojnë do bëhet asgjë nuk është e vërtetë.